Sot, Kisha Ortodokse kremton një ngjarje me përmasat sa më të shkuarën, aq edhe sot në të tashme. Një ngjarje që është diakronike, do të thotë ka vlerë që nga momenti kur ka ndodhur dhe në të gjitha periudhat e mëparshme. Një ngjarje e cila kur ndodhi ishte një ngjarje madhore për imperatorinë të jashtëzakonshme si imperatoria bizantine. Jemi në shekullin e 8-9. Imperatoria bizantine për kësaj ngjarjeje qahet në dysh. Kemi një luftë civile të brendshme. Edhe kisha, edhe politika ndahen në dy fronte. Fronte të cilat luftojnë të vërteta. Një pjesë e mbron, një pjesë e lufton. Një luftë e përditshme që bëjmë atë në Lesë. Dhe e vërteta niste nga disa mjetët e adhurimit të krishterët përdorin në jetën e tyre liturgjike, që janë ikonat, por nuk kufizojnë vetëm atje. Sepse ikonat nuk janë thjesht një materie, por ka një dimension metafizik. Dhe kështu që nëpërmjet ikonave diskutoheshin të vërteta që lidheshin me besimin dhe kryesisht me personin e Krishtit. Por kjo luftë e madhe e brendshme perandorisë bizantine kremtohet pikërisht sot të kremte në dielën e parë të kreshmeve të mëdha, sepse ka shumë kuptime që lidhen jo vetëm me historinë. Ikonoklastia, që do të thotë lufta kundër ikonave, dhe vjen nga dy fjalë greke, do të thotë ikona, pra pamje, paraqitje, shëmbulim, dhe klao, që do të thotë thyej. Pra ikonoklastia e mori emrin nga veprimet e dhunshme që ata që luftonin ikonan bënin ndaj këtyre objekteve të shenjta duke i thyer me vare apo me çekiç. Sot neve festuam jo një fitore artistike, pra fitoren e veprave të artit, sepse ikonat kanë dhe dimensionin artistik. Nuk festuam vetëm një konflikt politik, sepse ikonoklastia mori për masa politike të mëdha brenda perandorisë bizantine, duke ndarë lindjen nga perëndimi, dhe nuk festuam asnjë kompromis administrativ. Përkundrazi, sot neve festuam triumfin e të vërtetës mbi shtrembëlimin e saj. Festuam fitoren e mishërimit të Perëndisë, sepse do të shikoni që ikonat nuk janë thjesht paraqitje artistike të personazheve të shenjtë në besimin e krishterë, por kanë një dimension që lidhet drejt për drejt me mishërimin e Perëndisë. Dhe kjo ka qenë një nga debatet e mëdha të natyrës teologjike në lidhje me përdorimin e ikonave brenda jetës së adhurimit të Kishës apo jo. Kështu që triumfi i ortodoksisë është shpallja e së vërtetës, sepse Perëndia u mishërua, u bë njeri. Dhe duke u bërë njeri i pa formë mori formë. Ai që ishte pa përmasa u kufizua në përmasa, ai që ishte jo lëndor u bë lëndor. Dhe kështu i shquar nga sytë njerëzor, i dukshëm, i paraqitshëm. Nëse neve do të kishim atëherë aparate fotografike apo celular smartphone, të gjithë do kishin pamjen e Krishtit nëpër celular. Aparate atëherë fotografik ishin pikturat. E para ikonë që dëshmon ekzistencën e Perëndisë, pra e para pikturë, është bërë nga vetë Krishti, i cili lejoi Shën Veronikën, teksa po ndiqte rrugën e kryqit me kryqin e madh, teksa ishte stërmunduar duke ecur hap pas hapi në vuajt e të mëdha, në një moment ndalon dhe Shën Veronika me shamin e saj i fshin fytyrën. Dhe me njerë atje, thotë tradita e krishterë, në shamin e Shën Veronikës, mandilin e shenjtë, si quhet në terminologjinë e artit krishtar, u paraqit fytyra e Krishtit. Më pas, një nga apostujt e Krishtit, Shën Lukai, që ishte edhe piktor, i bëri ikonën e parë të shumërisë. Dhe kështu me radhë tradita vijon. Dhe po të shkojmë në pas të traditë, do të shikojmë që çështja e ikonave nuk lind në shekullin e 9, 8-9.
Çështja e ikonave ka qenë që në momentin që Perëndia u bë i dukshëm. Dhe që në atë moment njerëzit filluan pavarësisht rrethanave politike të përdornin shëmbëllimet e Perëndisë. Këto që shikoni janë katakombet e tjera, katakombet paleo-kristiane, të cilat që në shekujt e parë të krishtërimit përdoreshin si vend strehime, vend lutjeje për të krishterët, të cilët ishin të përndjekur në atë periudhë. Nga shekulli i parë deri në shekullin e 4, pra gati 300 e kusur vite, krishtërimi ishte një fe jashtëligjshme në perandorinë romake. Ishte një fe e cila përndi që nëse ishe i krishter, ti torturoheshe, dhe nëse nuk ndroje besimin dhe bindjet e tua, ti vriteshe. Dhe prandaj kisha jonë është pasur jashtëzakonisht shumë me guximin shembull dhe forcën e rezistencës së shqiptarëve martir, shumica të cilëve vjen pikërisht në kjo periudhë. Dhe të krishterët fshiheshin në katakombe, në varet nëntoksore, katakombe që janë kilometrike. Dhe atje kryenin shërbesat e tyre, lutjet e tyre, mbledhjet e tyre në fshehtësi dhe organizoheshin. Dhe pikërisht brenda këtyre katakombeve shikojmë të pikturuara motive të ndryshme, simbole apo ikona të cilat lidhen pikërisht me mesazhet dhe predikimin e Krishtit. Bariu i mirë që shikoni djathtas majtas poshtë, nuk paraqitet thjesht si një figurë baritore, pra një bari që ka disa dhemë rreth vetes, po simbolizon pikërisht atë që Krishti na thotë që bariu i mirë jep jetën e tij për dhënat e tij. Pra kujdeset për shpëtimin e të tjerëve. Kolumbi, që shikoni lart, ishte gjithmonë simbolizonte frymën e shenjtë. Pak më lart, ikona e Kolumbit është një X me një P, që janë dy gërmat e para në greqisht të emrit të Krishtit. Mandej kemi në të djathtë kemi një peshk me 5 bukë. Peshku kishte një karakteristik veçantë, dhe shikoni dhe lart djathtas dhe poshtë djathtas. Është një nga, le të themi, motivet që përdoret më shumë në katakombe. Sepse në greqisht emri peshkut ishte emri ichthys. Dhe ichthys janë gërmat e para të fjalës Isu Krishti, bir i Perëndisë. Pse përdorin të krishterët motive dhe simbole në katakombe? Sepse krishterimi luftohej. Dhe atje nëpërmjet simboleve shprehnin besimin e tyre. Hardhia është ajo që thotë Krishti. Unë jam hardhia, kush qëndron tek unë jep fryte dhe kush shkëputet nga unë vdes. Pra të gjitha këto simbole që shikoni, speranca është simboli i shpresës, arka simboli i shpëtimit dhe kryqi simboli i jetës, i kalimit nga vdekja në jetë. Të gjitha këto simbole, pra të krishterët të përdorin gjatë jetës së tyre, lutjes së tyre, adhurimit të tyre në katakombe. Në shekullin e 4, krishtërimi bëhet fe e ligjshme fillimisht nga Konstantini i Madh, perandori i Bizantit, dhe pastaj bëhet dhe fe zyrtare perandorisë bizantine, duke shënuar një etapë të re që do të zgjasë gati 1000 vjet në historinë e kësaj perandorie. Me zyrtarizimin e krishtërimit, dhe krishterët nuk ishin më të pafuqishëm, të trembur, të përndjekur, por tashmë ishin të lirë që të mund të shprehnin jetën, bindjen dhe jetën e tyre fetare. Në shekullin e 4, kisha jon krenohet me 3 kolona të jashtëzakonshme të mendimit, të teologjisë, të filozofisë dhe mendimit krishter, që është Shën Vasili i Madh, Shën Grigor Teologu dhe Shën Joan Gojrati. Do të shikoj pak, kam shkëputur jo pa qëllim disa citate nga veprat, homilit e këtyre hierarkikëve dhe për të kuptuar se çfarë roli kishin ikonat brenda dimensionit të jetës së kishës. Vasili i Madh pikërisht thot këtë gjë. Kur Varlaami martirizohet, ai shkruan një fjalë panegjerike. Panegjerik do thotë një fjalë lavdëruese, kremtuese për dikë që vdes. Dhe teksa Shën Vasili dhe themi i drejtohet të tjerëve për martirizimin e Varlaamit, shkruan: le ta ndriçojnë ngjyrat e urtësisë suaj i drejtohet piktorëve. Atë martir që unë kam përshkruar më zbehet,
le të tërhiqemi mundur nga piktura juaj e bëmave të martirit. Gëzohem, thot Vasili Mani, nga mendjet më të ndritura të kohës. Gëzohem që sot humbas përpara kësaj fitoreje të fuqisë suaj. Le ta shoh nga dora juaj për leshjen e tij me zjarre. Le ta shoh më të ndritshëm në ikonën tuaj atletin e besimit. Le të qajnë demonët edhe tani të goditur nga trimëritë e martirit të pikturuar nga ju. Le të përshkruhet në pikturë edhe Krishti gjykatësi i garave të atletëve dhe vazhdon homilia. Që do të thotë që pikërisht në fjalët e Shën Vasilit të Madh, piktura nuk është dekorim, por është dëshmi. Fjala dhe imazhi bashkëpunojnë në teologji. Ikona vazhdon predikimin e kishës. Nderimi i ikonës gjithmonë, thot Vasili i Madh, kalon tek prototipi, pra tek ai që paraqitet në ikonë. Kur ne nderojmë ikonën, nuk nderojmë drasën, bojrat, floririn apo gurët e çmuar me cilin ajo është dekoruar, por i gjithë nderimi kalon tek personi që është pikturuar në atë ikonë. Kështu që Vasili i Madh thekson gjithmonë që nuk adhurojmë materien, por adhurojmë personin. Nuk adhurojmë bojën apo drurin, por nderimi gjithmonë i drejtohet atit i cili paraqitet. Po ashtu Grigori i Madh apo Grigori i Nazianzit, teksa i drejtohet episkopit të Marsejës, kisha në shekull që po flasim, ka qenë e pandar, e përbërë nga 5 qendra kryesore, që ishte Konstantinopoja, Roma, Aleksandria, Jeruzalemi dhe Antiokia. Kjo ishte kisha e krishterë në 5 qendra të mëdha që sot quhen edhe patriarkanat presbiterianë, pra patriarkanat e vjetra. Kështu që Shën Grigori nga Konstantinopoja i drejtohet Marsejës, episkopit të Marsejës Sereni, dhe i thotë, nuk është pa arsye që lashtësia, pra që në lashtësi, u lejuan të pikturohen në përkisha jetët e shëntorëve. Duke mbrojtur nderimin e këtyre ikonave, jeni i denjë për lavdërim. Duke i shkatëruar, jeni i denjë për qoftim. Është gjë tjetër të adhurosh një ikonë dhe gjë tjetër të njohësh nëpërmjet ikonës atë të cilit duhet i drejtohet adhurimi. Pra, thekson ai, ajo që është shkrimi për ata që dinë të lexojnë, është ikona për të pashkollur. Dhe këtu kujtoj një shprehje të madhe të një bizantologu të shumë të madh francez të shekullit kaluar, Paul Lemerlet, i cili thoshte që vetëm në muze askush nuk del ignorant. Sepse edhe nëse nuk di duke parë piktura, diçka do kuptoj, diçka do mësoj, dhe diçka do ndërtoj brenda vetes së tij. Kështu që për Shën Grigorin e Madh, gjithmonë është tjetër gjë të adhurosh ikonën dhe tjetër gjë është të mësosh përmes saj. Për të ikona është ungjilli i pikturuar, është shkrimi i shenjtë me ngjyra. Për të ikona është mjet edukimi dhe formimi shpirtëror. Gjatë shekullit të 6 kaluan pak më tutje, ku tashme krishtërinë është konsoliduar, edhe dogma e krishterë është konsoliduar, e tashme edhe perandoria arrin kulmin e fuqisë së saj, kemi një tjetër shëntor, Shën Leonin, episkopin e Neapolisit të Qipros, i cili flet dhe na përshkruan se si ishte gjendja e përdorimit të ikonave në këtë periudhë. Ta i thotë, e pikturojnë Krishtin dhe pësimet e tij në kisha, në shtëpi dhe në vendet publike, në ikona, në panele, në qilar, në roba, kundo, në mënyrë që sapo t'i shohim të kujtojmë. Sepse ne të krishterët që mbajmë ikonat e Krishtit, përulemi te Krishti dhe te martirët e tij. Ai që ka frikë Perëndin nderon, dhe rrjedhimisht e nderon dhe adhuron si birë të Perëndis, Zotin dhe Perëndin tonë Isu Krisht, si dhe paraqitjet e kryqit të tij dhe ikonat e shenjtorëve të tij. Kështu që, siç e kuptoni pra, të gjitha këto citime që përmendëm dëshmojnë se ikonat janë përdorur përpara krizës së ikonoklastisë.
Nderimi i ikonave ka qenë pjesë organike e jetës së kishës. Dhe ikonat nuk lindën si reagim polemik, ikonat ishin shprehje natyrshme e përvojës së besimit, dhe ikonat ishin dhe pjesë e frymarrjes shpirtërore të shoqërisë. Kudo ikonat ishin të pranishme, kudo ikonat kujtonin, kjo është një fjalë shumë e rëndësishme që përmend Shën Leoni, kujtonin sepse kujtesa është burimi i mbajtjes zgjuar të mëqyetjes. Pse në shtëpi tona të gjithë ne kemi fotografi? Të rinj, thot proverbi, jetojnë me veprat e tyre, të vjetrit me kujtimin. Sepse kujtimi është pikërisht e gjithë përvoja e cila nuk na përshkruan, por gjithmonë na jep mesazhe të rikujtojmë dhe të rivlerësojmë atë që kemi bërë, atë që bëjmë dhe si do të mundemi ta bëjmë më mirë në të ardhmen. Por në shekullin e 8 gjërat ndryshojnë. Dhe nuk ndryshojnë me një shtypje të butonit, ndryshojnë sepse rrethanat politike ndryshuan. Çfarë kemi në këtë periudhë? Perandoria bizantine shtrihet në 3 kontinente, por tashmë rivalja e saj kryesore, që ishte perandoria perse, perandoria sasanide, bie. Bizanti triumfon, por vakumi që nga perandoria perse e zun arabët. Dhe me përhapjen e arabëve, përhapet dhe feja islame. Kështu që Siria, Antiokia, Egjipti, Palestina, komplet bregu verior i gardishullit afrikan që dikur ishin tokë bizantine, tani i kanë zënë arabët. Qendra kryesore dhe jeta e lulëzuar e perandorisë fokusohet dhe përmbledhet në Azinë e Vogël. Kontakti që kishin këto vende, sidomos të krishterët që jetonin në pjesët lindore të Azisë së Vogël me fetë anglikonike, ju e dini që feja islame nuk pranon paraqitjen e personave të shenjtë në pikturë, gjithashtu dhe judaizmi. Të krishterët e lindjes Azis, në Azinë e Lindje, në anë lindore të Azisë së Vogël, kishin kontakte me këto dhe u ndikuan nga idetë anikonike. Nga ana tjetër, çështja e ikonoklastisë, edhe pse është një çështje fetare dhe ka në koncept një dimension të jashtëzakonshëm dhe shumë të fuqishëm dogmatik, për cilën nuk ndalojmë pak dhe aty do fokusohemi për të kuptuar diferencat e mëdha, por nuk ishte vetëm e tillë. Si çdo çështje shpirtërore apo fetare që merr për masa të mëdha, ajo merr dhe dimensionin politik, merr dimensionin ekonomik apo jo. Kështu që në çështjet e politikës, ikonoklastia ka dy, le të themi, përmasa. Përmasa e parë është lufta e brendshme civile në perandorinë bizantine dhe ndryshimi i jurisdiksioneve të mëdha politike dhe kishtare, ku tashmë Konstantinopola dhe Roma ndahen me njëra tjetrën, vjen në krah të kundërt të njëra tjetrës dhe luftojnë njëra tjetrën. Konstantinopola mbështet politikat e perandorëve që janë luftues të ikonave, kurse Papa i Romës mbron ikona dhe ata që mbronin ikona. Nga krau tjetër, kjo gjë bëri që të ndodhte një efekt politik që kishte lidhje edhe me hapësirën shqiptare. Deri në atë periudhë, hapësira shqiptare varej nga vikariati Selanikut, i cili ishte në këmbësia e Papës së Romës. Pra, nga shekulli 4 deri në shekullin e 8, hapësira shqiptare varej nga Papa i Romës. Kujdes, bëj një parantesë, mos ngatroni që ishim katolik apo jemi ortodoks. Në këtë periudhë ku flasim nuk ekziston katolicizmi dhe ortodoksia në konceptin që e dimë sot. Në shekullin e 11 në këtë periudhë që flasim është një kishë krishterë, e përbashkët. Dhe në atë periudhë, pikërisht duke qenë se Papa i Romës u kundërvu politikave të perandorit Konstantinopolës, perandori i Konstantinopolës e shkëputi Italinë e Jugut dhe gjithë kishën e Ilirikut, ku ishte pjesë nga hapësira shqiptare, dhe vendosën në jurisdiksionin e Konstantinopolës, ku ne qëndruam për një kohë jashtëzakonisht të gjatë, si dhe gjithë Ballkani, deri në fillimin e shekullit të 20. Megjithatë, kjo ngjarje e madhe
që mos futemi në dimensionet politike, sepse do kalojmë të tjera gjëra dhe kohën e kemi të reduktuar, ndahet në dy periudha kryesore. E para fillon nga viti 726 në vitin 787 dhe mbyllet me sinodin e Nikes, sinodin e 7 ekumenik të Nikes, dhe megjithatë sinodi nuk arriti dot që të stoponte luftën e ikonave, e cila kishte shumë kohë që zhvillohej, por e frenoi atë. Pati një fazë të dytë në viteve 850-843, ku edhe u shënua edhe restaurimin, pra rivendosja përfundimtare e ikonave brenda jetës së adhurimit të kishës. Sikur u thash, çdo lëvizje madhe ka një bazë ideologjike. Dhe në lëvizjen e ikonoklastisë, baza ideologjike ishte tendenca për një spiritualitet të pastër. Perandorët ikonoklast, pra luftëtar të ikonave, luftues të ikonave, sikur të thash vinin të gjithë nga Azia e Vogël, të gjithë kishin kontakte me botën e lindjes dhe me fetë e tjera anikonike. Nga ana tjetër ishin perandorë të cilët nuk ishin armiqtë të besimit të krishterë. Përdorin ta çonin në ekstrem pasojën e spiritualitetit, ashtu si ata e mendonin. Mendonin që ikonat janë kthyer, ndoshta edhe nga abuzimet të caktuara në përdorimin e tyre, të themi që i kaluan normat bazë, besonte që ikonat po kthehen në adhurim i dhujtarie, pra njerëzit fillojnë edhe po falen ikonave dhe jo Perëndis. Dhe besonin se sipas mesazhit të Ungjillit dhe të Perëndis, i vetëm për të adhuruar është Perëndia dhe çdo gjë tjetër është dhujtarie. Sigurisht është një interpretim shumë sipërfaqësor i një dimensioni shumë të thellë spiritual që lidhet me adhurimin dhe nderimin, por ky ishte një nga dimensionet ideologjike. I dyti ishte ajo që thamë ndikimi i feve anikonike për të krijuar një besim që nuk zhvendoset në materie, por që ndronë gjithmonë në metafizik, në besionin shpirtëror. I pari që fillon dhe merret me këtë punë në mënyrë serioze është perandori i Bizantit, Leoni III Izauri. Izauri është vendi i një vend në Azinë e Vogël, nga vinte dhe dinastia e perandorëve që mbretërojnë në perandorim bizantine në këtë periudhë. Ai në vitin 726 provokon autoritetin dhe forcën perandorake ndaj popullit të Konstantinopolës dhe në portën e bronzë të një nga portat e hyrjes së Konstantinopolës, ishte porta e bronzë të pallatit perandorak, ai heq ikonën e Krishtit që përgjigjet shoqëruar nga muri. Sigurisht kjo gjë solli një revoltë shumë të madhe të popullit, i cili u ngrit në revoltë dhe vrau generalin që udhëhiqte këtë lloj sakrilegji për ata. Perandori ndërhyri pastaj në vitin 730 dhe me një dekret, pra me një urdhër që u bë ligj për të gjithë qytetarët e perandorisë, thotë që nuk duhet të adhurojnë asgjë që është bërë nga dora e njeriut. Ky ishte qëndrimi zyrtar i perandorit bizantin që shpalli dhe luftën kundër ikonave. Ndërkohë që në fronin e patriarkanës së Konstantinopolës ishte patriarku Gjermanos, i cili bëri një rezistencë shumë të madhe ndaj perandorit, më pas perandori e internoi dhe e vrau. Por teksa rezistonte, ai thoshte perandorit në një nga letrat e tij: pa vendimin e sinodit, nuk mundesh mbret të ndryshosh asgjë në besim. Mbajini mend, do një guxim shumë të madh që ti kundërvihesh personit më të fuqishëm të botës, që është perandori. E megjithatë, integriteti dhe pastërtia e besimit që është një ndër format e rezistencës mësore që na frymëzon sot kjo ngjarje historike, ishte pikërisht që nuk duhet të trembemi, të mbrojmë të vërtetën, edhe kur ajo sjell rreziqe. Papa i Romës, Papa Grigori III, shkrua përsëri perandorit bizantin dhe i thotë: dogmat e kishës nuk janë puna jote. Kush shkatëron ose çnderon ikonat, përjashtohet nga kungiti dhe nga kisha. Ishte vendimi që sinodi i kishës së Romës mbajti, mblodhi, mori
në vitin 731 kundër politikave shkatërtare dhe armiqësore të Leonit të Tretë. Një nga personat i cili me mprekësinë e penës së tij në ka lënë trashëgimit të jashtëzakonshme në lidhje me mbrojtjen e ikonave, traktate të pafundme me një thellësi dhe pasuri të madhe dhe historike edhe teologjike, është Shën Joan Damaskini, që konsiderohet sot edhe themeli teologjik i mbrojtjes së ikonave. Shën Joan Damaskini mendonte që në fakt kur neve luftojmë ikonat, nuk luftojmë ikonat thjesht si mjete artistike, apo si objekte arte, apo si mjete mendore. Por luftojmë në të vërtet çështjen e mishërimit. Perandori Bizantin thoshte që Perëndia është i padukshëm si mund të paraqitet ai në një duras me ngjyra. Dhe në pamje të parë argumenti i tij duket si logjikshëm. Por çështja e ikonave në fakt shkonte drejt për drejt me çështjen e mishërimit të Perëndisë. Sepse nëse Krishti është bërë njeri real, me trup të vërtet, me fytyrë konkrete, atëherë ai mund të pikturohet. Nëse nuk mund të pikturohet, atëherë ose trupi i tij nuk është i vërtet, ose mishërimi nuk është real. Dhe ky ishte problemi kryesor dogmatik. Nuk ishte ata përdorin ikonën apo jo. Dhe Shën Joan Damaskini thot, dikur Perëndia që është pa trup dhe pa formë, nuk paraqitej as pak. Dhe tu i bëj një parantezë. Po të shikoni ikonat, dhe ikonat e traditës bizantine, pa ndikimet e mëvonshme perëndimore, aty ku paraqitet Ati, ai nuk paraqitet asnjëherë i personalizuar, sepse Ati askush se ka parë. Por paraqitet si një re e madhe, sepse në të tillë e pamësiu në malin Sina, apo si një bubullim apo shkreptim, prandaj ka të shkreptima, sepse në të tillë formë u shfaq, apo në zë, por ikonat s'kan, s'kan të palante, por bëhet nëpërmjet pikturës, kur Ati flet. Por asnjëherë nuk do të shikonin që Ati të pikturohet. Më vonë, sidomos në periudhën osmane, nga ndikimet perëndimore, ku perëndimi bëri disa toleranca dhe të disa kompromise në lidhje dogmatike me Atin, Ati pikturohet si një plak i moçëm. Sigurisht i perceptim njerëzor për të paperceptueshme. Ndërsa Krishtin e dim, sepse u bë njeri, Atin askush nuk e di. Prandaj dhe Shën Joan Damaskini thotë që Perëndia ishte pa trup dhe pa formë dhe nuk paraqitej as pak. Por tani, pasi Perëndia u shfaq në miq dhe jetoi mes njerëzve, unë paraqes në ikonë atë që është bërë i dukshëm nga Perëndia. Nuk adhuroj, thekson, materjen, por adhuroj krijuesin e materjes, i cili për hirin tim u bë materje. Pranoi të banoj në materje dhe ndërmjet materjes veproi shpëtimin tim. Dhe nuk do të pushoj së nderuari materjen përmes së cilës u krye shpëtimi im. Dhe në një pjesë tjetër, to të gjitha janë marrë nga një vëllim shumë i madh që duhet quhet patrologjia greke, është një vëllim me 168 vëllime, të cilët ku janë botuar të gjithë fjalët, homelit, predikimet, komentet e etërve të kishës së Lindjes. Dhe në një pjesë tjetër thot, kur i padukshmi bëhet i dukshëm në mish, atëherë do të paraqitesh në ikonë shëmbulltyrën e atij që u pa. Kur ai që është pa sasi, pa përmas dhe i pa kufishëm për nga natyra e tij, duke qenë në formë perëndie, mori formë shëmbëtori dhe u kufizua në mas, në përmas dhe mori tipare të trupit human, atëherë gdhënde dhe vendose në pikturë për të parë atë që pranoi të bëhej i dukshëm për ne. Paraqites zbritjen e tij të pashprehshme, lindjen prej virgjëreshës, pagëzimin në Jordan, metamorfozën në Tabor, pësimet që sjellin mospësimin, mrekullitë, shenjat e natyrës dhe të veprimit hynor, që kryhen nëpërmjet veprimit të mishit,
varrimit shpëtimtar të dhe ngjalljes, ngjitjes në qiell. Shkruaj të gjitha me fjalë dhe me ngjyra, si në libra, ashtu edhe në piktura. Pra, ky është thelbi. Perëndia hyri në materie. Materia u bë vend shpëtimi, trupi u bë vend hynëzimi. Ikonoklastia, pra, e kuptoni që në thelb ishte një çështje kristologjike, pra një çështje që lidhej me vetë personin e Krishtit. Kjo periudhë nuk shkoi shumë e qetë, ishte një periudhë që pati përmbledhje të jashtëzakonshme, u sulmuan ikonat, manastiret u mbyllën, u konfiskuan pronat e tyre, kishat u kthyen në ndërtesa publike dhe ku flaset për perandorinë bizantine, për të vetme perandorinë i historinë e njerëzimit që ishte perandoria krishtere. Murgjit u internuan, u torturuan, u detyruan të praktikisnin jetën mugjerore, dhe ndër më të mëdhej që bëri këto përndjekje ishte Konstantini i Pestë Kopronimi. Një ndër martirët më të mëdhej që kemi në këtë periudhë është edhe Shën Stefani i Ri, që ta shohim pak më vonë. Pati dhe martirë të mbrojtjes së Krishtit. Dhe në hapësirën shqiptare kemi një korrespondencë ndërmjet Shën Theodor Studitit, një nga i dyti pas Joan Damaskini që mbrojti ikonat me penën e tij, dhe peshkopit të Durrësit Andonit, të cilët shkëmbejnë lutem letra mes tyre, dhe nga korrespondenca dhe që dhe në hapësirën shqiptare kishte edhe ikonodull, që ishin ata që mbronin ikonat, edhe ikonoklasë, që ishin ata që i luftonin ikonat. Pra, kjo lloj ndarje në dy fronte ekzistonte edhe në hapësirën shqiptare. Një sinod që mbron luftën kundër ikonave. Pra, me firmën e një sinodi lokal, që u bën, që quhet sinodi i Hierias, u shpallën se ikonat janë një blasfemi kundër mishërimit, se paraqitja e Krishtit ndan natyrën njerëzore nga ajo hyjnore, pra thonin që juve paraqisni me formë Krishtit, por hyjninë e tij si e paraqisni. Dhe thonin që forma e vetme e lejueshme për të pikturuar është Eukaristia. Këtu kemi torturimin e të krishterëve, që mbronin ikonat, sipër është martirizimi e episkopit Eutimi i Sardeve nga perandori bizantin ikonoklast Mihali Ilir në vitin 824, është një miniaturë që është marrë nga një kodik i shekullit të 13. Shikoni pra se si e kam zhikohet në të djathtë, duke dhënë urdhrin është perandori Mihali i II, dhe në të majtë është shëntori që është shtrirë, është të requr dhe kam zhikoset derisa të ndrojet. Dhe poshtë kemi Stefanin e Ri të internuar fillimisht në ishtullin e Prekonezit, i cili pastaj u sodh në Konstantinopol dhe u coptua nga turma e ikonoklaste duke i sjellë vdekjen. Dhe këto janë dy miniatura që tregojnë pikërisht këtë ngjarje. Megjithatë, në fund të periudhës së parë, në vitin 787, Irena, perandoresha e Bizantit, e cila nuk vinte, ishte e vetmja kjo dhe Theodora që ta shikojmë më vonë që ishin të vetme dy mbrojtësit e ikonave, nuk vinin nga Azia e Vogël, por vinin nga Athina, nga bota helene, ku ambientimi me paraqitjen në pikturë të hyjnive ishte më së përmaj. E kishin pasi në paganizëm, ku gjithë hyjnit pikturoheshin, dhëndeshin, dhe nuk kishin asnjë problem që edhe të planonin pikturimin e Krishtit si perëndi në mjediset e tyre. Pikërisht në sinodin e 7 ekumenik ku mblodhën murgj, klerik, peshkop, patriark, mitropolit, nga të gjithë vendet e perandorisë, u bë dallimi kryesor që neve përdorim dhe sot, dhe kush ishte i vëmendshëm duhet ta ketë dëgjuar edhe në fjalën mbrojtëse që lexoi Ataleksi sot në litani. U bë dallimi ndërmjet nderimit dhe adhurimit të ikonave. Dhe etrit e sinodit e theksuan qartë, por shumë qartë, se kush është ndryshimi ndërmjet nderimit, që në greqisht në vjet është fjala proskinisis, dhe adhurimit që është latria. Dhe thanë që adhurimi ka punë vetëm Perëndisë.
Kështu që ikona nuk adhurohet, nuk hynizohet, nuk e zëvendëson Perëndin, por ajo përdoret dhe nderohet si referencë ndaj personit që është paraqitur tek ajo. Kjo është një ikonë kur paraqet perandoreshën e re në sinodin e 7 ekumenik, ku u morë dhe vendimi për restaurimin e ikonave dhe ndalimin e përndjekjes dhe luftës ndaj tyre. Në sinodin e 7 ekumenik, që është shumë i rëndësishëm, u thanë këto fjalë. Kështu, ecim në rrugën mbretërore dhe ndjekim mësimin që me frymëzimin hyjnor na e lan etri tan të shenjtë dhe tradita e kishës katolike universale. Vendosim me çdo saktësi dhe pas një shqyrtimi të plotë se, ashtu si kryqi i shenjtë dhe i të bërës, edhe ikonat e shenjta dhe të çmuara, të pikturuara me ngjyra, të punuara me gur të vegjël ose me çdo material tjetër të përshtatshëm për këtë qëllim, duhet të vendosen në kishat e shenjta të Perëndis, mbi enët dhe petkat e shenjta, mbi muret dhe terrasa, në shtëpi dhe në rrugë, qoftë ikona e Perëndis dhe e Zotit dhe Shpëtimtarit Isu Krisht, qoftë të nënës së Perëndis, të shkëlqyer dhe të panjohur, qoftë të ëngjëve të shenjtë dhe të shëntorëve të nderuar. Sepse sa herë që shohim paraqitjen e tyre në ikonë dhe shtyhemi të soditin, duke kujtuar ata që paraqiten, fitojmë më shumë dashuri për ta dhe shtyhemi t'i nderojmë më shumë, t'i imitojmë më shumë, duke puthur ikonat e tyre dhe duke dëshmuar nderim të devotshëm dhe jo adhurim, i cili sipas besimit ton i takon vetëm natyrës hyjnore. Por ashtu siç nderojmë kryqin e çmuar dhe i të bërës, ungjillin e shenjtë dhe objektet e tjera të shenjta, të cilat i nderojmë me temjan dhe me qirinj, sipas zakonit të devotshëm të parëve tanë, sepse nderimi i ikonës kalon tek prototipi, tek ai që paraqitet atje. Dhe ai që nderon ikonën, nderon personin që paraqitet atje. Gjithashtu sinodi i 7 bori edhe një vendim tjetër, vendimin e mbi ndërmjetësimin e shëntorëve. Dhe etri shpallën që nderimi në nënës së Perëndis duhet të jetë si nderimi më i lartë se fuqitë qiellore. Prandaj edhe sot, kudo, edhe ku përmendim lutjet tona, në fillim vjen shëmëria, pastaj vijnë ëngjëjt, shëntorët e me radhë. Së dyti, duhet të nderojmë ëngjëjt, apostujt, martirët dhe shëntorët. Dhe së treti, është legjitime, pra është e drejtë dhe e saktë që të kërkojmë ndërmjetësimin e tyre. Faza e dytë e ikonoklastisë fillon nga viti 815 deri në vitin 843. Këtu kemi Leonin e 5 Armenin, ky tipi që shfaqet në këtë miniaturë. Politika tashmë ikonoklaste është pak më e zbutur, po vazhdon të jetë lufta e vazhdueshme, lufta e pandërprerë. Përsëri në vitin 843, ajo që përfundimisht i vë kapakun të kësaj pune, është një perandoresh tjetër që është regjente, djalit i saj të mitur, është Theodora. Çfarë ndodh në këtë periudhë? Në këtë periudhë, kur Leoni i 5, perandori bizantin, nga Azia e vogël, edhe ky merr thronin e perandorisë, fillon një le të themi gjallëri e re e luftës ndaj ikonave. Thelbi ikonoklastisë tani nuk janë më vetëm ikona, po janë edhe kontrolli mbi kishën. Çfarë ndodh? Pushteti perandorak kërkon që të vendos jetën e kishës në kontroll. Pse? Sepse ishte pushteti i dytë shpirtëror, teksa perandori bante dhe kontrollonte mbarvajtjen politike dhe materiale të shtetësve të tij, patriarku kujdeset për mbarvajtjen dhe kultivimin shpirtëror të tyre. Dy pushtete, të cilët ishin të pavarur, prandaj pam që perandorët guxonin të kundërshtonin, patriarkët guxonin të kundërshtonin perandorët. Ka pas raste që patriarkët kanë shkëshëruar perandorët, kanë hedhur, ka hequr nga froni perandorët, por ato shkelnin dogmën e besimit të Krishtit.
Dhe kjo gjë në i beznis të perandorët. Ishte një zë rezistencë cilësore që u vriste veshë dhe nuk i lejonte që të bënin ato që donin. Problemi që nuk janë vetëm në të periudhë, se këmë kuptojnë shumë qartë. Janë në çdo kohë, edhe sot. Kisha vetë se rezistonin në mënyrë këmbëse, dhe ky është misioni i saj. Dhe kisha nuk janë muret, as kupolet, kishat janë njerëzit që janë brenda tyre. Rezistenca jonë është rezistenca e kishës. Konflikti nuk është kush vendos, konflikti pra është kush do vendosi për besimin. Do vendosi sinodi, pra të gjithë peshkopët e peshterë, që përbëjnë kishën, apo do vendosi perandori bizantin, që është fuqia politike e perandorisë. A është kisha departamenti i shtetit, apo është trupi i Prishtinës? Pikpyetje që i vlen edhe sot, edhe tjetër, i vlen edhe nesër. Sepse është gjithmonë lufta e rezistencës ndaj të vërtetës dhe të mirës, shtrembërimit dhe të pavërtetës. Një luftë e vazhdueshme tek e cila secili nga ne thirrët t'i japë më të mirën e vetes. Në krye të mbrojtjes së ikonave në fazën e dytë është shënë Teodor Studiti. Manastiri Studetëve që mbrodhej mbi 1000 murgjër në 107 kodrat e Konstantinopolës, ishte edhe shtëpia më e madhe botuese e botës së atëhershme. Në thonë se shtëpia më e madhe botuese, s'ka pas shtëpi botuese, por kumishtja më e madhe e prodhimit të kodikëve të librave nëpërmjet dorëshkrimit. Ishin njerëz të kultivuar dhe Shën Teodor Studiti ishte një ndër mendimtarë dhe intelektualët më të mëdhenj të kohës së tij. Ky thotë, përshkruan pak ngjarjet e kohës dhe thotë që patriarku gjendet në burg. Mitropolitët e peshkopët janë dëbuar, murgjit e besimtarët janë të lidhur në nënkërcënimin e torturave dhe vdekjes. Ikona e shpëtimtarit përpara së cilës dridhen edhe vetë demonët u bë objekt talljeje. Altarët e kishat janë plaçkitur dhe është derdhur shumë gjak. Dhe ndër viktimat e kësaj periudhe është Shën Theofani Homologjeti, mbrojtësi i besimit. Së bashku me vëllain e tij Theodorin, ata u rrahën në Shkopinj dhe në ballin e tyre u gdhëndën vargje fyese kundër ikonave. Për këtë arsye dhe më vonë ata morën edhe emrin të shënuarit. Shën dhe sot themi Shën Theofani i shënuarit. Homologjeti do thotë mbrojtësi i besimit. Pohuesi i besimit pa pasur frikë për pasojat që do të ketë dikush. Kështu që rezistenca sigurisht e organizuar. Këtu në këtë miniatur, që është një piktur e marrë nga kodikët e shekullit të 11-13, paraqiten dy personalitete të mëdha që ishin pararëndësit e kësaj përpjekje për mbrojtjen e ikonave. Këtu është patriarku Konstantinopolës Nikifori dhe ky është Teodor Studiti. Të dy mbajnë ikonën e Krishtit në duar. Këtu Teodor Studiti dhe patriarku Nikifor debatojnë me perandorin në lidhje me ikona. Debatojnë duke shqyrtuar çdo aspekt duke argumentuar perandori qëndrimin e tij të gabuar. Në krahun tjetër kemi peshkopët të cilët ishin luftulluesit e ikonave dhe mbronin perandorin dhe paraqiten me një shkop duke shkatruar një ikonë. Pra kuptoni që kemi një periudhë që është jashtëzakonisht delikate, shumë e ngarkuar nga ana historike, por dhe shumë e nevojshme për të na dhënë disa mesazhe që na duhen edhe ne edhe sot në mënyrë të jashtëzakonshme. Kështu që pas të gjitha këtyre përpjekjeve, në vitin 843 vendoset triumfi i ortodoksisë. Ortodoksia triumfon. Dhe personazhi kryesor që paraqitet në triumfin e ortodoksisë është Theodora. Në vitin 843, me iniciativën e Theodorës, si perandoreshe regjente e djalit të saj të mbytur, i cili nuk mund të merrte fronin perandoral derisa do dinte në moshë madhore dhe prandaj
e jëma e këtij drejton të perandorin në emër të djalit të mitur, dhe bashkë me patriarkun e Konstantinopolës Metodin, ata i rikthyen ikonat në kishat e Konstantinopolës, shpallën fitoren e ortodoksisë, duke konfirmuar vendimet e sinodit të parë të Nikes. Kjo është një ikonë shumë e njohur e artit bizantin, e cila paraqet pikërisht mbledhjen e sinodit të Konstantinopolës që ritheksoi dhe ripranoi vendimet e sinodit të 7 ekumenik të Nikes për përdorimin e ikonave sipas kuptimit dhe përdorimit të drejtë të tyre në jetën e adhurimit të kishës. Në qendër është ikona e Shëmërisë me Krishtin Foshnjë, në të majtë është Theodora me djalin e saj të vogël, Mihalin e tretë është këtu. Këtu është patriarku Metodi dhe kryesisht rreshtat e murgjërve dhe të peshkopëve, sepse murgjit ishin forca më e madhe që bëri rezistencë ndaj kësaj lufte. Triumfi i ortodoksisë do të thotë që e vërteta nuk varet nga shumica. Nuk do të thotë që ata që shumica që mbrojnë kujdesimi kanë vërtet. Edhe në periudhën e komunizmit ishte shumica që nuk e reagoi dhe mbrojtja atë që ndodhi, por nuk do të thoshë që ajo që ndodhi ishte e vërtetë, dhe ishte e drejtë. Do të thotë triumfi i ortodoksisë e vërteta nuk varet nga pushteti. E vërteta nuk negociohet nga pushteti, as shtrembërohet nga pushteti. Pushteti mund të tentojë ta bëjë këtë gjë, por e vërteta nuk shuhet. Është çështje kohe që ajo të triumfojë. Dhe së fundmi e vërteta nuk varet nga moda intelektuale e kohës, siç po ndodh sot. Sot, në një nga troparet që Theodor Peci me ato elekuencën e tij vokale ka psalur, është edhe ky, që është shkruar pikërisht nga ai që u martirizua për ikonat, nga Shën Thofani i Shënjuari, duke ruajtur ligjit e kishës që u trashëguan nga etri tani, i nderojmë ikonat, i përulemi atyre me gojë, me zemër dhe me vullnetin tonë. Ikonat e Krishtit dhe të gjithë shenjtorëve, nderimi dhe devocioni që i drejtohet ikonës kalojnë tek prototipi. Kjo është dogma e etërve të frymëzuar nga Perëndia dhe këtë ne e ndjekim edhe sot.